Sot do flasim për tingullin E. Çfarë është tingulli E? Tingulli E është zanore. Formohet duke hapur gojën mesatarisht dhe duke lëshuar ajrin lirshëm. Tingulli E është zanore e zëshme sepse gjatë shqiptimit dridhet zëri. Pozicioni organeve të folurit janë: buzët janë të relaksuara, goja është e hapur mesatarisht, gjuha është e ulët e relaksuar në fund të gojës, ajri del lirshëm dhe pa pengesë. Kujt i paraprin tingulli E? Tingulli E i paraprin më së shumti, i paraprin R, L, N, S. Karakteristikat kryesore të tingullit E janë: tingulli E është zanore, tingulli E është e zëshme, goja është e hapur mesatarisht, tingulli është i lirë dhe i pastër, formohet pa pengesë ajri. Me tingullin E mund të bashkojmë edhe zanoret e tjera, duke bërë ushtrime 5 minuta, 2 minuta në shtëpi me fëmijën. E-A, E-Ë, E-E, E-I, E-O, E-U, E-Y. Por më interesante dhe më të bukur e bëjnë mësimin në shtëpi kur ti përdor shembuj konkret. Për shembull, eja në fillim të fjalës. Elefant. Më jep elefantin. I shton edhe një folje. Blet. Të ham, mjalt blete. Mundet ta vendosësh edhe në fund, edhe në mes. Me mjetet që mund të kesh në shtëpi, mund të bësh ushtrime të thjeshta, praktike, të kuptueshme. Por mos harro asnjëherë që zanoret duhet i bashkoj. E-A, E-Ë, E-E, E-I, E-U, E-O, E-Y. Pastaj një përqafim edhe bravo, ti ja dole. Duhet të mbajmë mend se zanoria E është zanore pastër. Goja hapet mesatarisht dhe ajri del lirshëm. Ushtrimet me pasqyrë janë shumë të rëndësishme sepse fëmia shikon pozicionin e buzëve, shikon si shqiptohet, e përsërit disa herë dhe si dëgjon veten e vet. Edhe dëgjimi është një gjë shumë e rëndësishme të mësuarit të tingujve. Pastaj prindi mund të bëj fjali të shumta. Po japim një shembull. Era e freskët më pëlqen. Pastaj tek një tekst që ka, mund të bëj një ushtrim për të gjetur të gjitha tingujt E. Faleminderit.